Njeriu ka nevojë për pushim dhe natyrë, jo si luks, por si nevojë shpirtërore dhe fizike. Në zhurmën e përditshme, në punët pafund dhe ritmin e lodhshëm të jetës moderne, shpesh harrojmë një gjë thelbësore. Trupit, mendjes dhe shpirtit ton i duhet natyra. I duhen ditë në diellin e plazhit, net në freskinë e maleve, dhe momente të heshtura në vende që qetësojnë shpirtin. Çdo njeri, të paktën një herë në vit, ka nevojë të largohet nga përditshmëria. Ka nevojë të shkojë në plazh, ku deti nuk është vetëm bukuri, është terapi. Ajri i pasur me jod, tingulli i valeve, dielli që ngroh lëkurën dhe qetëson mendimet, të gjitha janë shërim natyror për trupin dhe mendjen. Po ashtu, malet kanë një forcë të fshehtë. Largësia nga betoni dhe teknologjia, ecjet në pyje, uji i pastër i burimeve, ajri i freskët dhe aroma e dheut, janë gjëra që na ndihmojnë të rilindim brenda vetes. Çdo frymëmarrje në një vend malor është si një lutje e heshtur për shëndet dhe qetësi. Vizitat në vende të reja, qofshin ato natyrore apo historike, nuk janë vetëm pushime. Janë kujtime të reja, frymëzim, energji pozitive dhe mundësi për të parë jetën nga një kënd tjetër. Janë investim në vetvete, në mirëqenie, në marrëdhënie me të dashurit tanë. Le të mos e shohim pushimin si luks. Është pjesë e domosdoshme e një jete të shëndetshme. Prandaj, gjej kohë për plazh, për male, për vende që të japin paqe. Jo vetëm për të çlodhur, por për të jetuar më mirë.